të mirëpritura në Ukrainë? Ne nuk flasim për paqëruajtës, por flasim për kontingjente që të garantojnë sigurinë që Rusia të mos na sulmojë sërish. Vendet evropiane janë të mëdha dhe çdo vend antar i NATO-s është shumë mirë. Janë këto vende që ne duam të kemi në territorin tonë. Nuk e kemi fjalën për forca paqëruajtëse, po flasim vetëm për kontingjente që do të veprojnë brenda Ukrainës, pranë qyteteve, dhe që do të ofrojnë një siguri shtesë për vendin tonë, dhe që të parandalojnë një pushtim të ri të Rusisë. Ushtarë nga Kina, India, Brazili mund të ishin të mirëpritur? Në asnjë mënyrë, këto vende nuk janë aleatët tanë. Kundërshtarët tanë nuk janë armiqtë tanë. Por këtu preferojmë vendet evropiane që janë anëtare të NATO-s. Nëse do të flisnin për paqëruajtës, atëherë ata mund të jenë brazilian apo çfarë do tjetër. Gjithsesi nuk jam i sigurt për këtë. Mediat janë referuar disa burimeve nga Shtëpia e Bardhë ku theksohej se Shtetet e Bashkuara mund të ishin të gatshme të njihnin Krimen si territor rus, por nuk janë të gatshme ta bëjnë këtë për Zaporizhjen. Ka pasur edhe informacione që në takimin e fundit të delegacionit ukrainas dhe atij amerikan është diskutuar edhe çështja e territoreve. Ju keni informacione për këtë dhe është gati Ukraina apo e ka të pamundur që të mbrojë tërësinë e saj territoriale, pra do duhet të bëjë disa lëshime? Jam i sigurt që asnjë vend nga bota e qytetëruar nuk do të pranojë Krimen si territor të Rusisë. Kjo do të ishte një shkelje e rëndë, brutale e ligjit ndërkombëtar. Dhe do të çonte në një lloj masakre, sepse edhe vende të tjera do të përpiqen të ndryshojnë kufijt. Si është situata në Ukrainë? Ka demotivim apo jo? Fakti që Shtetet e Bashkuara ka një qasje tjetër, mënyra se si ata janë qasur Rusisë deri tani, ndërprendimat për Ukrainën, i rifilluan prapë. Nuk ka një demotivim mes popullsisë dhe në radhët e ushtrisë, ata vazhdojnë të luftojnë, por natyrisht jemi të raskapitur nga kjo luftë. Ne do të luftojmë për sa kohë të jetë e nevojshme, por duam që paqja të arrihet sa më shpejt e jetë e mundur. Ju falenderoj shumë që ishit sot me ne. Shpresojmë që më e mira të bëhet shpejt. Faleminderit, thank you.